Në vijim të planit të masave për goditjen e kultivimit të bimëve narkotike në ambiente të mbyllura, bazuar edhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, shërbimet e Komisariatit të Policisë Malësi e Madhe, në bashkëpunim me shërbimet e policisë së DVP Shkodër dhe me njësinë e sigurisë publike në Shkodër, kanë ushtruar kontrolle intensive në ambiente të mbyllura, me qëllim konstatimin dhe goditjen e rasteve të kultivimit të bimëve narkotike me anë të dhambave, tharjes dhe përpunimit të tyre për shitje. Në këtë kuadër, u organizua dhe u finalizua operacioni policor i koduar Neonot. Në kuadër të operacionit u arrestua në flagrancë shtetasit me iniciale SP 48 vjeç, LP 69 vjeç, Kushërin, si dhe u shpall në kërkim shtetasi me inicialet KP 33 vjeç, të tre banues në fshatin Lula Shpepaj. Në vijim të operacionit, u ndaluan edhe shtetasit me iniciale GH 57 vjeç, banues në fshatin Balshaj, LV 34 vjeç, banues në fshatin Aliaj, GQ 24 vjeç, banues në fshatin Zagor dhe AS 57 vjeç, banues në Koplik, për veprën penale e shpërdorimit detyrës të kryer në bashkëpunim, pasi dyshohen se kanë lejuar lidhje të paligjshme të energjisë elektrike në disa ambiente të përshtatura për kultivimin e bimëve narkotike. Gjithashtu, u procedua penalisht shtetasim me inicialet EH 57 vjeç, banues të Bajz, dhe AH 41 vjeçe, banuese në Shkodër, për veprën penale e shpërdorimit detyrës të kryer në bashkëpunim. Nga kontrollet në 3 ambiente, 2 banesa dhe 1 stall në fshatin Hot, të përshtatura për kultivimin dhe tharjen e bimëve narkotike kanabis, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 1110 bimë të dyshuara kanabis, 1 kg e 800 gram lëndë narkotike kanabis në proces tharjeje, 300 dhamba, 22 aspirator, 35 ventilator, 11 panele neoni, 22 filtra ajri dhe 217 inverter. Vion puna intensive për kapjen e shtetasit me inicialet KP. Materialet procedurale ju kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprat penale, kultivimi i bimëve narkotike, prodhimi dhe shitja e narkotikeve dhe vjedhja e energjisë elektrike ose impulseve telefonike.